Në kulmin e sezonit turistik, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka intensifikuar bashkëpunimin me bizneset lokale në Gjirokastër për të garantuar respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Qëllimi është që subjektet që merren me prodhimin dhe tregtimin e produkteve ushqimore të ofrojnë produkte të sigurta dhe cilësore për konsumatorët në një periudhë kur fluksi i vizitorëve është më i lartë. Përfaqësues të këtij autoriteti kanë zhvilluar takime informuese me administratorë dhe punonjës të marketeve, supermarketeve, pasticerive, pikave të tregtimit të bulmetit dhe restoranteve. Gjatë të këtyre takimeve është vënë theksi te zbatimi korrekt i kërkesave ligjore për etiketimin e produkteve, ruajtjen në temperaturat e përshtatshme, respektimin e kushteve higjieno-sanitare, si dhe garantimin e gjurmëshmërisë së produkteve ushqimore. Sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, bashkëpunimi me biznesin mbetet një element kyç për rritjen e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Institucioni ka apeluar që operatorët e biznesit ushqimor të zbatojnë me përpikmëri detyrimet ligjore, ndërsa kontrollet në teren do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror për të siguruar respektimin e standardeve.